Përplasjet brenda Partisë Demokratike janë shpërsuar ndjeshëm, pasi ish deputeti Ervin Saliani ka reaguar me tone të forta ndaj deklaratave të kreut të PD-s Sali Berisha. Ky i fundit pretendoi se Saliani i kishte kërkuar mendim për një deklaratë të kërkuar nga autoritetet, ku duhej të garantonte se nuk do të vriste ish-ministrin Fatmir Xhafaj. Por Saliani e ka hedhur poshtë këtë pretendim, duke e cilësuar si një shpifje të ulët dhe shenjë të qartë paniku politik. Sa për hallin që ka se mos vras Xhafën, i fet subkoscienca. Ka merak se mos vrasim Ramën me vot, deklaroi ai, duke ironizuar akuzën. Në reagimin e tij, Saliani sulmon drejt për drejt Berishën, duke akuzuar se po shmang garën dhe po përdor etiketime për të kontrolluar partinë. Sa më shumë flet për përjashtime, aq më e qartë bëhet frika nga gara, thekson ai, ndërsa shton se Partia Demokratike nuk mund të funksionojë si klub privat. Sipas tij, demokratët kërkojnë një parti funksionale, me rregulla dhe votë të lirë, jo vendime të njëanshme. Ish deputeti shkon edhe më tej, duke deklaruar se deklarata të tilla tregojnë mendësi vrasëse. Akuza për vrasje dihet kush i ka mbi shpinë, dikush që dëgjon këto biseda dhe nuk i denoncon, tregon për veten, u shpreh ai. Në një sfidë të drejtë për drejtë, Saliani i bëri thirrje SPAK që të nisë hetim për tentativë vrasje ose moskallëzim krimi. Në fund të reagimit, Saliani thekson se nuk kërkon leje apo mbështetje personale, por vetëm një proces të ndershëm politik. Kam vetëm një kërkesë, garë të hapur dhe votë të lirë. Pjesa tjetër është zhurmë për të mbuluar frikën, përfundon ai. Përplasja mes dy figurave të PD-s nxjerr në pah një krizë të thellë brenda opozitës, ndërsa retorika po bëhet gjithnjë më e ashpër dhe përqarse.